Mirë kthehemi në program. Alesia, flasim për temën e dytë. Ti ke bërë një zgjedhje guximshme, je bashkuar me një parti të re, me Shqipëria Bëhet apo zoti Adriatik Lapaj. Dhe ama përballesh menjëherë me një problem të vjetër që përjetoi një kolegu juaj, zoti Sula, i cili tentoi të shkonte tek zoti Lapaj, tentoi të futej në listën e tij. Nuk besoj që tentojnë listë sigur, se nuk besoj që zoti Lapaj ka listë sigur, se nuk e di njëri sa vota ka, janë 100% hapura. Por ai e quajti një mashtrim shumë të madh dhe e quajti një proxy Adriatik Lapaj nga një shpike të Sali Berishës për të marrë votat që nuk i merr dot Partia Demokratike. Sigurisht kjo do ishte gjë e zgjuar nëse vërtet është kjo e vërtet, nëse gjë e zgjuar nga Sali Berisha, por nuk do ishte gjë e zgjuar nga zoti Lapaj, që të ishte pjesë e lojës vjetër politike. Megjithatë ti na thuaj pak për përvojën tënde të re. Atëherë, unë vendosa një forcë të re politike, sepse unë jam e re, dhe besoj që ka ardhur koha që në parlament përfaqësohet nga rinia. Dhe një ndër pikat të kryesorit programit, doktor Berishës, ishte që thoshte fytyrat e reja do jem përballë në këtë betejë. Ndërkohë, kur hapëm listën, pam po Albana Vokshim, po Flamur Nokëm, po Kasën e Vjetër. Arsyeja pse kam aderuar në partinë e re është vetëm sepse jam e lodhur nga dinosaurët 30 vjeçarë të politikës. Dhe mendoj që duhet t'i japim një shpresë rinis, individëve me integritet, pa korruptuar, pa pasur pushtet më përpara që të përfaqësojnë vendin, që në 2025 mos kemi prap Albana Vokshin, që ka 15 vite aty pa bërë herë votim në forumin e gruas. Unë jam me meritokracinë, jam me garën, nuk ka rëndësi kush po e udhëheq. Unë madje ftoj gjithë shqiptarët votojnë partitë e reja. Tjetë e reja ajo që tjetë risia e kësaj politike në 2025. Çfarë ndodhi zotit Sula? Pse ishte faji zotit Sula, ishte faji zotit Lapaj, ishte situata e komplikuar për shkak të shpejtësisë zhvillimit ngjarjeve? Në aq informacion sa kam unë është që nuk ra dakord për pjesën e listave, pasi 5 që parë janë individ cilët janë të mbyllur, por që janë të garantuar që do japin dorëheqjen, siç e ka ndër Atlantikët, siç e ka dhe PSD-ja, po sepse ta kërkon PSZ-ja. To janë parti të vjetra të dyja, se Euroatlantikët janë parti e re, po bërja është e vjetër. Për bërja është që këto pretendojnë. Pse për shembull Bashk nuk e ka këtë, Lëvizja Bashk nuk e ka këtë. Që është një tjetër parti e re. Kjo e zotit Arlin Qori. Kjo është çështje që e ka zgjedhur vetë partia. Këto kanë zgjedhur të garojnë me lista 100% hapura, këto që të përmenda, nuk të përmenda si risi, nuk e di jam kupton. Po edhe Shqipëria Bëhet, më fal, kjo Lëvizja Bashkë edhe kjo e ka me listë hapur. Atëherë nëse është me listë hapur 100% i bie. Çfarë është kjo formule që po ve babi nund që kur ta shu ti se këtu që kur ti s'ke besim vetë brenda partisë. Të njëjtë ajo është që ta kërkon KSZ-ja, 5 që partijet e mbyllur, dhe ai që të lë 14-ën në garë të hapur, ka vënë 14 persona që realisht do jenë kandidat real, kurse 5-ën e mbyllur, të 3 këto partitë e konsiderojnë fiktive, në kupton që nuk janë për garë, edhe një person për shembull që nuk besoj që asnjëri nga këto partitë do luaj me kredibilitetin e vet që thotë në çdo studio këto i kanë vënë fiktivisht. Dhe kur të vi pastaj të dalje kundra, sepse i bie që jo vetëm Shqipëria Bëhet, po dhe partitë e tjera të luajnë me kredon e vet politike që në hapat e para. Kështu që për mua, po është një vendim i zotit Sula që nuk më takon mua ta komentoj. Jo, okay, po fakti që ai e akuzon zotin Lapaj që është vegël e Sali Berishës? Unë nuk e besoj që nuk besoj, nuk bie dakord këtu me zotin Sula, por që zoti Sula ka opinionin e vet. Okej, pse qesh Romeo? Unë tani duhet jem, jo unë skeptik, po duhet jetë Alesia. Pra kur dikish nga qulli, duhet me frikos. Kështu e kemi në i fjallë të urë dhe popullu jënë. Pra e thoni që duhet t'ishte më e kujdesme në hedhen e kjapit, të bëjmë, ajo është lista. Nuk ka 2 pa 3, mund të po do ishim koalicion bashkë, në qoftë se do ishim bashkë. Se i bie të hynin në koalicion, PD-ja do kishte interes të hynte në koalicion me çdo parti. E para do të korrigjoj për diçka. Varet, sepse janë një pjesë e votuesve që ndoshta nuk shkojnë kurrë te Partia Socialiste, por fakti që Alesia është e re dhe thotë që ne të rinj duhet vim politik, ne duhet mendojmë mirë kur i themi. Se punët pleqërohen.
nuk djaloshohen. Dakor. Edhe po të them publikisht. Romeo, dhe ti dhe unë kemi qenë për dërë, kemi qenë quna tri. Atëherë unë po të them, mund t'i isha bërë deputet. Rinia është normal që është kam bisede vetën. Mos sa bëjmë si PD, jemi më kulturuar këtu. Po të them këtë, edhe për plasin po shumë, po 91-2 mund t'isha zgjedhur deputet konfirmorin të Berisha, e kisha në dorën time. Ka menduar që tjerët janë më të devotshëm se unë s'mund t'jepja mësim nga parlamenti pedagogëve të mi. Kam ftuar pedagogët dhe i pjesë konkuruan kundër me bashkimin profesionale me tjerë, pastaj kaluan në PD. 96-ën, kur e panë që aty ushtrua mirë tava, kam qenë idealist, por mendoj sot me këtë përvojë që kam, mendoj që kam bërë shumë mirë që nuk kam vajtur atje. Dakor, edhe unë mendoj të njëjtën gjë për veten time që ika sa isha i ri. Po kjo nuk do të thotë që çdo i ri ta mendoj siç e mendojmë ne. Ndoshta nëse kemi atë çaj quhet atë prirjen për qenë politikan, na arrim më mirë pozicioni ku jemi. Po t'ishte pak më. Po dikush tjetër thotë jo, unë kam pak më e vjetër, do kuptonte që ky zotëria që i ka dalë jo Boja po dhe Kallaji. Kujt? Po Berishës. Që nuk ndryshon, pavarësisht që lyka dhe flokët e tjerë, nuk mund të ishte ky burr i mirë tani.